Alba Pollozhani nga Struga. Si që dini, ja, më nga trugoja. Se mos ma gjyri këtë pjesën që mërallë. Për çfarë njihen më së shumti Alba në publik? Për deklaratat e mia, sigurisht, dhe e pres që aty brenda fermës do të sulmohem shumë për deklaratat e mia. Ardhja ime në fermë sigurisht është për dy arsye. Njëra nga arsyet është vetë çmimi i madh, dhe një arsye tjetër e dytë, unë të vërtetoj burrit tim të ardhshëm që unë jam edhe një nuse për shtëpi. Për ta gjetur burrin ferm? Jo, nuk ka gjasa. Ndoshta jam me zonë me jashtë, nuk i dihet. Nuk i ka marrë askujt leje. Nuk është se kam ndonjë burr që të marr leje. Partner ideal, musliman, verior dhe biznesmen. Jugorët çfarë do bëjnë aty brenda fermë? Do kërcejnë valle, s'bëjnë gjë tjetër. Gjithmonë jetën e kam jetuar kështu, kam bërë gjëra pak më ndryshe. Unë jam vajzë thjesht, vajza naive, nuk di me bë zhurmë. E para që më shkon mendje, fjala sy patron burr. Nuk e di çfarë mund të them diçka më shumë rreth vetes. Sinqerisht nuk e di.